Marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet Shqipërisë dhe Japonisë u kurorzuan me hapjen e ambasadës së Japonisë në Shqipëri. Ministri i Punëve të Jashtme Ditmir Bushati, duke vlerësuar se me hapjen e ambasadës japoneze do të rritet bashkëpunimi dypalësh, shkëmbimet ekonomike, kulturore, por edhe kontaktet mes dy popujve, tha se biznesi japonez do gjejë një legjislacion bashkëkohor dhe klimë të favorshme për investime në Shqipëri. Shqipëria ka treguar se është një vend që mund të reformohet, mund ndryshojë dhe mund t'i ofrojë më shumë hapësirë dhe lehtësi investimeve të huaja, përfshirë këtu edhe investimet japoneze. Ndaj hapja ambasadës japoneze në Shqipëri në fakt përkon me këtë realitet të ri. Ndërsa ministri japonez i shtetit për punët e jashtme të Japonisë, Nobuo Kishi, duke nënvizuar interesin e Japonisë për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, vlerësoi rolin e Shqipërisë në këtë drejtim si një faktor stabiliteti. Dua të theksoj rëndësinë e Shqipërisë, e cila ka një ndikim thelbësor për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Japonia sapo ka hapur një ambasadë këtu në Tiranë. Është kënaqësia ime të jem në një ceremoni të shkëlqyer dhe impresionuese si kjo e sotmja, bashkë me të gjithë ju. Ministrat Bushati dhe Kishi morën pjesë edhe në ceremoninë e dhurimit nga qeveria japoneze të 129 automjeteve japonez të prodhimit fundit, një donacion i mundësuar nëpërmjet një granti prej 500 milion yen ose 4.6 milion dollar. Në ceremoni mori pjesë edhe ministra e ekonomisë, Milva Ekonomi.